fuck? Hey njerëz bukur! Mirë se erdhët në What the Fuck. Mirë se erdhët. Pa, mirë se u gjetëm, mirë se na erdhët e gjitha bashkë. Kam një ndjesinë që ky do jetë një super episod. Kemi shumë gjëra, shumë inserte, po dhe një super ikon, një diva, kemi një legjend të gjallë të muzikës popullore polifonike. Por legjendat e para kam kapur unë te Vox Popi im. Po, se ste. Çfarë bëre këtë javë? Çfarë bëre? Tani unë doja të bëja një quiz për të ditur se sa din shqiptarët rreth showbizit dhe kam dhuruar disa shpërblime për fituesit. Ata të cilët dinin të përgjigjeshin sakt pyetjeve. Premium Lajthiza apo jo? Premium by Lajthiza, po Pra kam ka qenë dhuruar. dita e tyre me fat. Por t'i ndjekim legjendat. Ky Vox Pop do t'jetë ndryshe. Unë do dalë në shesh dhe do bëj një quiz me disa pyetje që besoj përgjigjet janë shumë të thjeshta për njerëzit dhe do të ketë shpërblime, pije nga Lajthiza. Kështu që ikim bashkë të dhurojmë disa pija. Kush ishte fituesi i Big Brother 1-shit? Big Brother i parë fare. Ardër Qepa? Po, Arbër Qepani. Sa vite ishin të martuar Gjensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku? Su një vit. 8? Isha shumë afër, 7 vite. Pozicioni më i lartë që kemi marrë ne në Eurovision. Ka qenë atëherë me Rona Nishliun. Qa vendi morëm? Pesti? Të pestin, bravo! VIP shqiptar më i ndjekur në Instagram. TikToku? Loredana. Këngëtari ose këngëtarja më e njohur shqiptare që është e njohur në të gjithë botën. Hajde, këtë duhet ta dish. S'pam kujto. Me mbiemër Lipa. S'pam kujto. Dua Lipa. Gjithsesi, ti meriton një pije Lajthiza. Urdhro, është e jotja. Kush ka fituar Big Brother 1-shin, Big Brotherin e parë fare? Big Brotherin e parë Arbër Qepani. Bravo! Sa vite ishin të martuar Gjensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku? 1 vjet. Kanë qenë 7 në fakt. Nuk kanë qenë se kanë qenë në ndarje me shpërngulje kështu me shere, me lafe. Pozicioni më i lartë që kemi marrë në Eurovision ka qenë atëherë me Rona Nishliun, Po, që na ka përfaqësuar në Eurovision. Po. Cilin vend morëm neve atëherë? mendoj se morën vendin e dytë. Në fakt kemi marrë vendin e 5. VIP shqiptar që është më i ndjekur në Instagram dhe këtu do t'jap një ndihmë nëse nuk e di. Është ky Muti. Si e ka ky? Kush? Ky që mori Kiarën për burr. Luizelli. Ah, Jo, këngëtari më i njohur shqiptar në të gjithë botën. këngëtari një Këngëtare, është femër. Është me origjinë nga Kosova. Duaja Lipa. Dua Lipa, po, është Dua Lipa. Ke kundërshtime zotri? Ja. S'ke kundërshtime. Aja është Lipa. Ka qenë në fakt edhe Rovena Stefa. Rovena Stefa e njohur në të gjithë botën? Dua Lipa. Dua Lipa, po, është edhe aja. Nuk më kujtot për momentin. Ka kenu edhe këto në Shqipëri aja? Rita Ora. Bravo! Rita Ora, edhe Rita Ora është në fakt. është Dua Lipa. Ja, Rita Ora Sara, Rita Ora Sara, po mori me gjithë Europën, mori çmim me këngë të huaja amerikane. Hajt kjo. Jo, ajo sahet. Por ti do hash një gjë, në fakt do pish një gjë tjetër. Një Lajthiza dhe për ty zotri. Urdhëro. Tash unë një pyetje kam. Flokët janë të tuat apo janë paruke? Paruke i kam qef, i kam botull. Pse i ke botull flokët ti? Po miku burri dhe unë zefa. Ne jemi kushëri bashkë. Jemi kushëri, e respektoj, ka motra, jo kushëri, po motrë, burri super. ashtetit edhe i Edhe u mërzite shumë. U kthye burri. Ja, vjen Ska gjë, për kur këtë të vi, mos u mërzi. Kush është fituesi Big Brother 1-shit, i pari fare? Arbër Qepani. Bravo. Sa vite ishin të martuar Gjensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku? Janë martuar në 2017. I bie Deri vjet. deri në 10 i bie 7 vjet. Bravo. Pozicioni më i lartë që kemi marrë në Eurovision. Veri 5, mos Po, gaboj. me Rona Nishliun, bravo. VIP shqiptar më i ndjekur në Instagram. Gruaja e Mozik. Po, Dhe ka emrin Loredana. Loredana se e gjete.
Këngëtari shqiptar më i njohur në nivel global. Dua Lipa. Bravo. Tani unë me që u përgjigjet sakt, do ju jap nga një pije Lajthiza. Urdhëro një roze premium për ty dhe një oks Leila për zotrin. Shumë faleminderit. Këngëtari shqiptar më i njohur në nivel global në të gjithë botën. Këngëtari shqiptar. Po, është vajzë, është këngëtare. Artiola. Artiola Toska? Po. Në fakt është Dua Lipa, por unë pavarësisht se ti nuk i gjete të gjitha përgjigjet, unë kam një Lajthiza për ty. Ua, faleminderit.